Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot kam nderin në studio të kem Florian Qehajan, ambasador i Republikës së Kosovës. Sigurisht në prag të pavarësisë, datës së pavarësisë së Kosovës, do të flasim për marrëdhëniet e Kosovës me Maqedoninë e Veriut, por më duhet të theksoj se Florian Qehaja përveç ambasador është dhe një njohës i mirë i rrethanave, sidomos çështjeve të sigurisë, dhe uroj që dhe besoj që të kemi një bisedë përtej bisedave protokollare, siç e cakton diplomacia. Faleminderit që je pjesë e Rishtazi. Faleminderit shumë, Nazim, është kënaqësi me qenë pjesë e podcastit tuaj. Florian Qehaja, sigurisht ngjarjet e ditës ose ato që ndodhen disa herë na diktojnë bisedat. Ndoshta kemi bërë një plan tjetër, por prapë nuk mundem mos ta filloj me një reagim që ishte i jashtëzakonshëm në hapësirat shqiptare për numrin e viteve që prokurorët në Hag kërkojnë për zyrtarët kosovar, për personalitetet kosovare. Një reagim tuaj do të kisha dashur. Realisht në çështjen e në fjalë leadershipi jon vetëm ka dalë me qëndrime të qarta që do të thotë këto propozimet e prokurorisë janë të papranueshme, janë në shpërputje me kontekstin ton. Edhe në këtë aspekt do të thotë tentimi për të barazuar në një formë apo tjetër luftën tonë çlirimtare me regjimin genocidial të Miloševićit, do të thotë është absurd. Edhe sado që ne mund të nisemi nga premisa që mos i komentojmë do të thotë proceset gjyqësore, është e pamundur të mos komentohet një propozim i tillë, kështu që shteti i Kosovës ka dhënë mesazh të qartë lidhur me këtë që kjo realisht çka ndodhi në Hag me propozimin e prokurorisë, normal verdikti pritet në fund nga gjykata, është thjesht siç thash absurde dhe diçka që do të studiohet edhe në nivelet më të larta akademike, besoj në termin. Do thotë lufta ushtrisë shërbëtare është e pastër, është e drejtë dhe këtu ka një tendencë mbasi edhe për një përgjegjësi kolektive që tentohet të atribuohet luftës tonë, që nga prizmi shtetëror i Kosovës kjo thjesht është e papranueshme. Që për shqiptarët kudo ku janë është e papranueshme, nuk ka diskutim, sepse u pa reagimi i krejt shtresave shqiptare, nëse mund ta them kështu, dhe kjo është e qartë, por një fjali që diku e lexova më bëri shumë përshtypje dhe thoshte që në fakt nuk ka lidhje se si do të përfundoj, dhe kjo është e rëndë, sepse vetë kjo kërkesë me këto vite për burgim është një lloj dënimi në vetvete. Sa e rëndë do të jetë të rishpjegohet ajo çfarë ka ndodhur? Po, kjo çështja e narrativave dhe agjendave do të caktuar, kjo nuk është vetëm tani, është që një kohë gjatë, dhe komplet ky proces ka rrjedh në vitin 2010 me raportin e Dick Martit, i cili është raport shumë i dëmshëm. Edhe arsyeja fillestare e formimit të kësaj gjykate ka qenë bazuar në një raport të tillë, i cili ka qenë sponsorizuar nga aktorët rusë-serb, dhe kjo është konfirmuar ndërkohë. Dhe realisht ne po e paguajmë atë çekun e do të thoja një politikës së përgdheljes në përgjithësi që është bë deri në vitet e fundit në dëm të shtetit Kosovës dhe kauzës tonë, për qëllime të caktuara. Kur thoni politikës së përgdheljes, e keni ndaj Serbisë? Absolutisht po. Dhe kjo ka qenë një politikë e cila ka qenë absolutisht e gabueshme, edhe ka qenë e dëmshme jo vetëm për Kosovën, po edhe për përpjekjet e gjithëmbashme për stabilitet dhe siguri të rajonit. Kështu që në këtë drejtim nuk do të thoya që vetëm është këtu problemi është edhe të gjeneza, në mënyrë se si do të ndërtu komplet kjo trajektoria e kërkimit të një drejtësie e cila tashmë po del që ka qëllim do të ta dëmtoj luftën tonë shlemtare. Pa dashur të vej në situatë të vështirë, sepse duam ose nuk duam vjen në petkun e ambasadorit. Megjithatë, sugjerimet thonë se disa herë narrativa diktohen jashtë gjykatave dhe pastaj gjykatësit gjithashtu diktohen nga
rrethana të caktuara. Çfarë dua të them është se a kemi marrë me lehtësi ndoshta pafajësinë e luftës së UÇK-s në kuptimin e asaj se kemi shpjeguar sa duhet në vazhdimsi, në perëndim, në çështje të tjera, në çështje diplomatike, politike. Pse e bëj këtë pyetje? Sepse klasat politike ndryshojnë. Nuk janë të njëjtat klasa politike të viteve 2000 kur ndoshta të gjithë pajtoheshin me atë se çfarë ndodhte në Kosovë. A kemi pas mundësi të punojmë më shumë, qartëse që ka pas mundësi të punojmë më shumë, nuk do të thënë që nuk është prodhu diçka ose nuk është arqetuar, sepse komplet intervenimi në atës Kosovë ka qenë sozat një intervenimi humanitar, ka qenë një doktrinë e betonume. Tash që po ndryshojnë rrethana ndërkohë, gjithmonë ato evoluojnë dhe këto që janë tani më vonë edhe këto do ndryshojnë. Mirë po ai veprim do të thotë intervenimi humanitar i natës për me parandalu gjenocidin, do të thotë me parandalu diçka që kishte ndodhur para 3-4 viteve atë botë në Srebrenicë, ka qenë do të thotë një intervenim shumë i qelluar dhe ka qenë funksion stabilitetit dhe paqes rajonit dhe mbi gjithë atë Evropës. Kështu që mendoj që ka pas mjaft të shkrimet të cilat e kanë justifikuar luftën e drejtë edhe mbi gjitha intervenimin humanitar të NATO. Se këtu është problemi, se me këtë po sfidohet komplet edhe trajektora, paradigma e të drejtës humanitare për intervenim, do të thotë ose intervenimit në faza humanitare. Kështu që në këtë aspekt do të thotë këtu e kemi shqetësimin, do të thotë që është duke u sfidu kauza, por nuk do të thotë që nuk është punu, do të thotë absolutisht në kuptimin e justifikimit të asaj që është bërë. Ajo që ndoshta ne duhet ta shohim në histori, kjo s'ka të bëjë me Kosovën, por në përgjithësi të gjithë thonë ose shpesh historianët i kam lexuar të thonë që ndoshta luftrat i kemi fitu sepse jemi bazuar në të drejtë, por kur vjen puna te paqja, aty jemi lëkundur sepse i harrojmë vuajtjet me lehtësi dhe nuk ndërtojmë një kujdes për atë që ka kaluar. Megjithatë Kosova ka një memorie të fuqishme me luftën, me gjithçka çfarë ndodh. Dhe e bëj këtë pyetje edhe në kontekst të Maqedonisë, sepse edhe këtu ju jeni ambasador, e dini që si dhe sa shumë ndikon narrativi serb dhe mënyra se si perceptohet lufta e Kosovës kur bëhet fjalë për shqiptarët e Maqedonës. Po realisht në këtë drejtim, siç e thash, është punu deri dikun, do të thotë sa përket dokumentimit e kështu me radhë. Tash kjo puna e narrativave po fillon edhe në një forme të sfidohet, të ndryshohet për shkak të rrjeteve sociale, për shkak të do të thotë një maqinerie shumë të fuqishme propaganduese. Tashmë edhe inteligjenca artificiale do të thotë është shumë në funksion të kësaj narrative. Unë thjesht them që sado që pala tjetër në përgjithësi tenton ta sfidon atë, kemi edhe ne njerëz tonë, do të thotë edhe njerëz jo vetëm që janë pjesë e shtetit, njerëz që janë shumë të zotë të cilët arsytojnë, argumentojnë dhe janë shumë të zëshëm në mbrojtje të kësaj narrative, sepse nuk ka pas plan tjetër përveç asaj që është bërë. Nuk ka pas plan B, sepse është lehtë ashtu që ka mund të veprohet kështu apo ashtu, por për me ndal spastrimin etnik dhe gjenocidin në Kosovë, konkretisht po flas, nuk ka pas alternativë tjetër përveç do të intervenimit humanitar të NATO-s. Tani edhe një pyetje dua për këtë çështje dhe pastaj do të kalojmë në aspektet e tjera. Ndoshta edhe më pozitive ku Kosovën e vë megjithatë në rrafsh krejt tjetër ndërkombëtar, siç është marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Trumpin, apo sukseset në sport, në muzikë, por kur jemi tek ky element me rastin e Hagës, a mendon zoti ambasador se do të përmbyllet megjithatë me atë narracionin që ne themi që megjithatë komuniteti ndërkombëtar, Ballkani do ta kuptoj përfundimisht se lufta e Kosovës dhe çfarë ndodhte në Kosovë në fakt është padrejtësia që i është bërë Kosovës. Unë nuk besoj që me verdiktin e gjykatës do të voloset një aspekt apo tjetër. Edhe praktika ka treguar që drejtësia tranzicionale nuk në përgjithësi nuk validohet, do të thoja vetëm nga prizmi i gjykatave. Nëse e marrëm atë perspektivë, atëherë sa pak kriminal luftën nga Serbia ndënu, do të thotë thjesht është e pabesueshme.
do të në raport me shkallën e krimit që janë bën në komplet treven e Jugosllavisë. Kështu që ne mund të lëndohemi, mund të kemi një non nga kjo, po aspekti i pavarësisë Kosovës dhe lirisë Kosovës është i pasfidum nga perspektiva jonë, nga perspektiva argumenteve që ne kemi. Unë nuk jam për atyre që mendoj që me këtë gjykatë do të validohet një apo një tjetër, po në rast një verdikti të tillë ose të ngjajshëm, mendoj që një njoll në këtë proces do ta kemi, e këtu është roli edhe i diplomacisë në këtë rast, edhe i aktorëve të tjerë që ta demonstrojnë të kundërtën. Dhe kur jemi këtu, Kosova bëri shumë përshtypje, sepse u ftua të jetë pjesë e një nisme të rëndësishme të presidentit Trump që ka të bëjë me Gazën, dhe disi ishte një validim, një verifikim i pavarësisë së saj, i rolit të saj në arenën ndërkombëtare. Sa ndikojnë këto situata në kontekst të asaj që sapo folëm pra për të vërtetuar shtetësinë e Kosovës pavarësisht interpretimeve për atë moment historik? Se kemi të bëjmë një realitet të ri dhe kemi të bëjmë me faktin që tashmë ne po shënojmë 18 vjetorin e shtetësisë dhe që Kosova në fa forme po përkthej tekstualisht për anglishtës punching above weight, dhe të po godet për te fuqisë që ka ty nuk ka dilemë. Në çdo aspekt. Kjo po edhe në kuptimin e shtrimit të sovranitetit ton në veri të vendit, po edhe në kuptimin e lëvizjeve diplomatike që në bos Rishtazi përfshirë edhe ftesën që ka marrë shteti i Kosovës në bordin e paqes të udhëhequr nga presidenti amerikan Donald Trump. Kjo ka qenë një mundësi e mirë për neve që ta demonstrojmë do të thotë autoritetin jo vetëm në terren që kemi do të thotë si shtet, po edhe në arenën ndërkombëtare që jemi palë e barabartë dhe që thjesht ndihmë të navigojmë në ujërat që janë jo pak të trubullta do të thoya tash në nivelin global. Me zhvillime të reja kemi ndryshime të një trajektore do të thotë gjeopolitike, të cilat ne duhet si shtete të vogla në këtë rast, sidomos shteti i jonë, të navigoj në këto rrethana të reja. Kështu që kjo ftesë është shumë e rëndësishme dhe jo vetëm në aspektin simbolik dhe në kuptimin e aktit juridik që kemi nënshkruar, po edhe për faktin se premisa kryesore e saj që ka të bëjë me Gazën, ne do të thotë jemi të gatshëm si shtet që të eksportojmë siguri. Do të tindojmë përvojat tona me shtete të tjera sepse ne ato i kemi absorbuar. Tash kemi ndërtu kapacitete dhe jemi të gatshëm do të thotë që të kontribuojmë në gjitha aspektet përfshirë në do të thotë dërgimin eventual të trupave në Gaza nëse kjo na kërkohet nga ana e partnerëve tonë strategjik. Kështu që në këtë drejtim mendojmë që është një lëvizje e mirë, e cila siç thash është në funksion të interesit ton edhe në funksion të rrethanave të reja që po ndodhin. Është një lloj pjekje simbolike e shtetit të Kosovës, 18 vjet apo. Po këtë desha ta them, do të thotë nuk kemi të bëjmë vetëm me një maturi, do të thotë simbolike, nëse morëm analizin me njeriu do të thotë. Po me të vërtetë kur apo kur është përgjegjës për veten e vet, po. Po, me të vërtetë është edhe çështja e aspektit të ndryshëm që kemi rezultate në shumë fusha, edhe të projektojmë edhe nuk do të thoya projektojmë domosdoshmërisht ndikim të madh, po megjithatë të projektojmë një vizion, do të thotë në funksion të konsolidimit të shtetit të Kosovës. Në një kontekst ku ta kemi parasysh që ende nuk njihemi nga një pjesë e botës, sado që është pjesa më e vogël e botës, edhe në kuptimin numerik ne kemi arritur kuotën e 120 njohjeve, por fakti që nuk njihemi nga 5 shtetet e BE-s, sidomos kjo neve na shkakton goxha sfida në procesin eurointegrues. Pikërisht këtu se do të pyesja edhe për BE-n edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po sidomos në kontekstin aktual gjeopolitik, por edhe përtej atij konteksti, Kosova aleat kryesor e ka Amerikën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo? Absolutisht. Dhe në këtë kontekst a vihet ndoshta në pozitë delikate, pse? Sepse raporti me Bashkimin Evropian pikërisht është delikat. Në kontekst asaj që sapo tha, domethënë është një proces, ekziston, por prapë 5 shtete të BE-s nuk e njohin Kosovën dhe kjo e vështirëson të gjithë marrëdhënien. E vërtet, po kjo nuk do të thotë që ne jemi thjesht kundër linjëzimit me Bashkimin Evropian, ne jemi faktikisht shteti që 100% linjëzohet me politikat e jashtme të sigurisë të Bashkimit Evropian.
Kjo, sa i përket bordit të paqes, kjo ka qenë interesi jonë, do të thotë që të thjesht të pozicionohemi dhe në një kontekst atil ku një platformë e tillë do të mund të zerojë, do të thotë është goxha një avantazh për një shtet vogël të jetë në mesin e shteteve themeltare, do të thoja. Dhe në këtë aspekt besoj që do të ketë mirëkuptim edhe nga pala evropiane në këtë rast, sepse edhe aty kemi shtetet BE-s që janë pjesë, që ta mirëkuptojnë pozicionin tonë si shtet i vogël. Do të thotë ne nuk bëjmë veprime që e minojnë partneritetin me palën tjetër, ne kemi planin e qartë të integrimit euroatlantik, sado që ky proces tashmë mund të quhet që deri dikun edhe është sfidu, po në kuptimin e integrimit evropian ne jemi të gatshëm. Ne për shembull ne mezi presim që thjesht nis procedura për marrjen e statusit kandidat, po kjo po sfidohet nga qartazin nga shtetet, nga spaku një apo dy shtetet të cilat nuk e njohin Kosovën dhe ne duhet ndërkohë që gjejmë forma të të navigojmë në këto ujërat e reja gjeopolitike. Pikërisht këtu e shohim që historia disa herë ose zhvillimet historike mund të sjellin dhe dinamika që ndoshta edhe nuk janë parashikuar më përpara. Dhe lufta në Ukrainë po përshpejtojnë shumë procese. A është një dritare ky momenti gjeopolitik për të krijuar një raport më të afërt me Bashkimin Evropian, se me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e qartë për arsye historike, për arsye të gjeopolitikës që e shpjeguat, por tensionet që janë, nëse mund ta përdor këtë fjalë, ose paparashikueshmëritë që janë në raport me Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes, mund të sjellë ky moment gjeopolitik një dritare të re, bashkëpunimi më të përafërt, një formë tjetër për afrimi me BE-n? Po ne kemi uru, do të thotë që fakti që kemi pas, do të thotë një invazion klasik nga Rusia ndaj Ukrainës, ky do të ishte një reality check që quhet, do të thotë për Evropën që do të bashkohet dhe do të merr përgjegjësima të mëdha. Kjo realisht nuk është që ndodhi dhe ne nuk e përjetuam këtë në kontekstin e trajektorës tonë shtetëndërtuese, do të thoja. Sepse megjithatë kishte divergjenca edhe brenda BE-s në shumë aspekte. Kjo mund të jetë një dritare e mirë, sidomos nëse BE-ja merr një pronësi më të madhe në procese. Procesi më i rëndësishëm që është në kontekstin e Ballkanit Perëndimor është qartazi dialogu Kosovë-Serbi, e të cilën ne presim që BE do të thotë në këtë rast Bashkimi Evropian të ketë një çështje pak më këmbgulse, ku do t'i trajtonte mbi gjitha palët në mënyrë të barabartë, jo në mënyrë asimetrike, siç rëndom ka ndodhur vitet e fundit, mbi gjitha do të bënte një angazhim që palët në mënyrë simetrike, do të thoja, të bëjnë zbatimin e marrëveshjes, e cila në thelb marrëveshja e Brukselit dhe aneksiorit e ka në qendër njohjen de facto të Kosovës nga Serbia. Nëse nuk ka ndonjë angazhim që quhet nga lart poshtë, top down, atë druaj që ne eventualisht nuk mund ta shfrytëzojmë këtë momentum që ju referua. Do të duhet të ketë një angazhim më të madh, edhe këtu është një test për Bashkimin Evropian, do të thoya, që të angazhohet sidomos në raportin Kosovë-Serbi. Dhe tani pikërisht se njëra lidhet me tjetrën, duke qenë se Kosova është në bordin e paqes dhe fuqinë që tregon presidenti Trump mund të ndikoj pikërisht ky raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kontekst të raporteve të Kosovës me Serbinë? Tash kjo është këndi analitik që unë s'kisha me hyrë, ma shumë është një supozim dhe të çka mund bëhet apo është çështje hipotetike, por ajo çka është me rëndësi me transmetu, është që ne do të veprojmë në raport me rrethonat shumë dinamike ndërkombëtare, si shteti i vogël. Se shqiptarët sigurisht në Ballkan, po edhe në Maqedoni janë të lidhur shumë me Kosovën. I ndjekin zhvillimet në Kosovë me vëmendje të jashtëzakonshme, procese zgjedhore, gjithçka çfarë ndodh, debatet atje. Dhe ndonjëherë krijohet përshtypja se përplasjet e brendshme nuk sjellin zërin e përbashkët jashtë. Është ky konstatim i drejtë? Jo domosdoshmërisht, jo thon drejtën. Politika e jashtme është e unifikuar, se me thënë, sidomos për shkak të sfidave që ka Kosova. Është unifikuar. Do të thotë ne kemi qëndrime të qarta
në raport me politikën e jashtme, tash ka divergjenca në kuptimin e opinioneve, dhe për shkak të një kulture shumë të avancuar demokratike, edhe të debateve kështu me radhë, tash mund dëgjohen storje e qëndrime të ndryshme. Por e vërtetë jo flas si politike jashtme apo si politikë jashtme ne kemi qëndrime të qartë pa lëkundër që Kosova do të konsiderohet si shtet dhe do të pozicionohet në raport me aleatët. Kjo është shumë e qartë. Mund të ketë nuanca këtu aty, po në përgjithësi ne kemi një qëndrim të qartë, për shembull trajektorës tonë për integrim në Këshillin e Evropës ka pasur do të thotë një angazhim shumë të madh shtetëror deri aty që është vendosur do të thotë janë bërë gjitha aprovimet, miratimet në gjitha nivelet, përveç nivelit final, të cilin ne fatkeqësisht jemi blloku, sepse na është kërku do të thotë një kriter jo formal për atyre kritere formale. Do të thotë ne do duhet të ishim Këshillin e Evropës sepse i plotësojmë kushtet, por për shkak një kriteri jo formal neve nuk kemi vendosur në agjendë. Komplet ky operacion ka qenë do të thotë një operacion i cili diplomacia e Kosovës ka folur me një zë dhe megjithatë ka pasur edhe përkrahjet e opozitës në këtë aspekt, sepse deputatët kanë luajtur rol të rëndësishëm në kuadër të Asamblesë Këshillit të Evropës. Dakord, kjo është pak e diktuar nga situata dhe nga zhvillimet, por për ta bërë bisedën pak më fest, nëse mund ta themi kështu, sepse siç thash, ne të gjithë jemi të lidhur shumë me Kosovën, nuk ka antar të familjes tonë që nuk ka punuar, nuk ka jetuar, nuk është shkolluar, nuk ka ende lidhje. Çfarë sipas teje zoti ambasador ka arritur Kosova në këto 18 vjet për të cilin të gjithë duhet të jenë krenar? Janë shumë aspekte. Do të thotë edhe këto aspekte që mund t'i ceki nuk janë domosdoshmërisht atribut i shtetit, po është atribut i shoqërisë dhe individëve. Ne kemi thjesht një afinitet shumë të madh individual ndërmarrës i cili është kultivuar në këto dekadat e fundit për shkak të faktorëve të ndryshme, prezencës së madhe ndërkombëtare në një moment caktuar, diasporës, shkollimit e kështu me radhë që ka krijuar një farë lloj mutacioni të aty kushtimisht, e që ka bërë që ne të kemi thjesht kvalitete të ndryshme individuale e që po kontribuojnë tash edhe për do të thotë për aspekte strukturore. Kemi arritur do të thotë që thjesht vendi zhvillohet. Ai ta marr tash po dalim pak për te aty nëse po di që po do me drejtu debatin. Do përmend sukseset në film, do përmend sukseset në sport. Jo vetëm ato, po thjesht edhe transformimi. Nëse janë edhe aktuale. Nëse shkon prej Shkupit në Kosovë, edhe bën një krahasim për gjeneratën më tjetra, komplet ajo që shihet është 90% asaj që ka qenë do të thotë krahasuar me para luftën. Do të thotë komplet zhvillimi, vetëm optika. Edhe kjo nuk është pak për 18 vite, edhe nuk do të thëj për 18 vite, por po them prej 99-s, 26-7 vite. Kjo nuk është pak, do të thotë komplet zhvillimi infrastrukturor, individual, shoqëror. Është një transformim, do të thotë prej një balte, do të quaja, në një nuk po e marr asfaltin si referencë absolutisht, po do të thonë ajo është parakusht. Në një rokaqie për shembull. Po, ajo është parakusht. Mos flas për aspektet e investimeve të tjera që janë bë. Tash po e marr këtu, ne kemi marrë shumë në kalumën në Shkup, për shkak që Kosova ka qenë më e pazhvilluar dhe Shkupi ka qenë një referencë nga ish Jugosllavia. Tash kjo po ndryshon. Dhe fakti që po ndryshon nga Maqedonia po shkojnë masivisht në gastronominë, sepse thuhet, tash mos u takon të thonë që restorantet janë më të mira, që qenë tregtore janë më të mira, para mendoj që janë tregtore më të mira tash në Kosovë, në Maqedoni ka qenë kundërta deri para 10 viteve. Edhe aspekte tjera, lodrat fëmijëve, po e banalizoj, po thjesht disa aspekte. Kjo tregon që me të vërtetë është bë. Po kjo është aspekti i përgjithshëm, edhe shoqëror. Aspektin shtetëror. Ne do të tash 18 vite shtet, ne kemi një ushtri e cila është e konsoliduar, kemi një forcë e cila ka mbi afro 5000 ushtar, do të thotë aktiv, kemi ushtarë të cilët janë të devotshëm, të cilët kanë një ideal të qartë për me mbrojt integritetin dhe suverenitetin territorial të vendit. Jo deri që ne kemi disa paragjykime me veten se a mund të funksionojmë si strukturë organizuar. Unë ju them ndoshta me modesti që në Kosovë tash mundesh me shku edhe me pa një strukturë të organizuar ushtarake, po edhe policore, dhe kjo u dëshmu.
Do të thotë, a ka probleme, po në raport me atë paragjykimin që nganjëherë ne kemi problem me punu në kolektiv e jemi më shumë individualist, Kosova është shembull në shumë aspekte, edhe në këto aspekte se mund zhvillohet. Dhe e nisa aspektet e mbrojtjes sepse ju e dini është trend tash që thjesht me investu në mbrojtje e në ushtri për me siguru paqen. Do të qëllimi nuk është me bu luftë. Qëllimi është me përgatitur për luftë që mos më ndodh lufta. Kjo është. Edhe ne kemi një armik tradicional. Kjo është e qartë. Ata kanë pas pretendime dhe thjesht kanë pushtu Kosovën dhe ne do të bëmi gati. Ne nuk do t'ja lëmë gjeneratave tjera që të merren me problemet që i kanë pas gjeneratat e mëparshme. Edhe kjo është do të barë, sidomos e kësaj gjenerate që jemi. Dhe aspekte të ndryshme që mos i detajisht, po në përgjithësi kemi një konsolidim gjithëmbarshëm shoqëror, por që normalisht që ka edhe dobësi, do ta pranojmë, nuk kemi perfekt, e që ka pas sektor që do të mund të punojë më shumë. Paralelisht me zhvillimet politike të rënda të asaj se çfarë nënkuptonte lufta e Kosovës, po në fund të këtyre ditëve Kosova ishte në qendër të sportit dhe kulturës. Dhe do të ambasadori ju thatë që është edhe aspekti i individit apo ajo vrulli që e ka ndoshta shoqëria kosovare, por të jesh i pari në botë në judo dhe të marrësh çmimin më të rëndësishëm të filmit në një nga festivalet më të rëndësishme në Sundance në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, buron pak te historia apo jo, tek ajo traumë ndoshta shoqërore për ta dëshmuar ose për ta vërtetuar dhe për ta bërë Kosovën krenare edhe vetë nëse mundet, apo jo. A lidhet ende shumë veprimi individual, shoqëror me gjithçka çfarë ka ndodhur? Shumë. Edhe po e marr një shembull. Ne kemi, siç e dini, një numër shumë të madh qytetarë që kanë shku Kosovën, kanë shku në diasporë me punu. Një i diasporës nga Kosova, përveç që ka lidhje me familje, me komunitet, e ka një lidhje akoma më të fortë në shtet. Do të thotë është një farë zelli për me kontribu pavarësisht që nuk janë fizikisht aty. Kjo është një indikator që shoqëria jonë si strukturë homogjene do të thoja, dhe për shkak të sakrificës që ka ekzistuar, sepse pavarësisht që gjeneratat e reja nuk e kanë përjetuar, ajo është transmetuar. Që ne kemi pas shumë sakrifica nga 1912 deri në 1999, që ne do ta mbrojmë me forcë, do të thoja, dhe me zell atë që është bë. Kështu që edhe kjo është një farë lloj, do të thoya një farë lloj incentive edhe individuale për me mri. Do të thotë ka një kauzë aty që duhet më arrit sepse Kosova meriton. Edhe mendoj që kjo tash dikush mund të thotë që kjo mund zbehet ndërkohë apo është zbehet në raport me. Unë do të thoya jo, është konstante, madje po shoh të tjerë që e kanë dhe mundohen forma dhe mënyra ndryshme ta manifestojnë. Jo në dëm tjerëve, sepse pala tjetër në këtë rast, fëmijë Jon Veriol ka njëherë është suksesin ton si mesazh për ta, jo, po ne e bëjmë atë thjesht sepse është investuar. Nëse flasim për sport, për shembull, ky Federata e Judës ka filluar prej kushteve shumë minimale, po parakush për të ka qenë edhe përveç zellit personal, edhe të atij grupi të trenerëve, edhe investimet. Ndërkohë, sa më shumë i bëjmë investime, aq më shumë kemi nxjerrë. Kemi pas një medale, pastaj kemi pas 2, 3 e kështu me radhë. Dhe thjesht kjo ka treguar që duhet investohet, edhe qeveria ka investuar shumë në sport, edhe në kulturë. Në vitin 2030 ne do të jemi një koncert të lojrave mesatare. Dhe kjo tregon që është kushtuar një prioritet edhe aspekteve infrastrukturore që të jemi një koqër dhe jo vetëm të përfitojmë nga aspekti diplomatik që me të vërtet po arrim me qenë një koqër të tillë, po edhe të investojmë në infrastrukturë. A mund të merret Kosova si shembull, sepse edhe Maqedonia është vend i vogël, edhe vendet e tjera të Ballkanit relativisht janë vende të vogla në krahasim me fuqitë e mëdha, po që pikërisht këto individ të jenë ato brand ambasadorët, Kosova e ka Dua Lipën, e ka Rita Orën, tani këto sukseset në sport, në film, pavarësisht që vijnë nga diaspora ose jo, se këto të fundit janë komplet prodhim i Kosovës. Që diplomacia të bëhet edhe në këtë lloj forme, jo thjesht vetëm në ambiente të mbyllura. Ajo bëhet. A mund të merret si shembull? Kjo ajo bëhet. Ne kemi njerëz që i shërbejnë kauzës tonë, edhe që thjesht kanë rezultate më shumë se sa do të diplomacia klasike.
realisht ne si diplomaci ne i shfrytëzojmë këto si instrumente në funksion të kauzës tonë. Nganjëherë përfitojmë nga ato në kuptimin që e shfrytëzojmë platformën për me dërgu mesazhin diplomatik. Dhe kundërta, nganjëherë japim platformën tonë për qëllime të tilla. Normalisht që për shtetet e vogla kjo është një must, një detyrim, sepse nuk ka kapacitete dhe nuk ka më diplomaci klasike. Edhe shtetet e mëdha jo më të vogla. Absolutisht, po për shembull tash edhe shtetet më të mëdha që janë nuk bazohen në ambasadat e tyre për të lobu apo avoku. Bazohen në firmat do të thotë që ata paguajnë për lobim, bazohen në individ caktuar që kanë ndikim, në individ që janë pjesë e platformave të ndryshme, do të thotë i shfrytëzojnë këto, nuk është më e klasike që është ambasadori dhe diplomati dhe vetëm ata janë përfaqësues. Jo, thjesht sidomos ne si Kosovë, po nuk është që është bë kjo në mënyrë strukturuar, të jeni të qartë. Nganjëherë është pak një farë lloj kështu një farë çështje e pastrukturuar, po rëndom po jap sukses. Ndoshta sepse është më i sinqert. Është më i sinqert edhe nganjëherë thjesht duhet t'ia lëmë intuitës edhe inercionit për të arritur rezultate të caktuara. Në fund të kësaj bisede, duhet të përqendrohem pak në raportet e Kosovës me Maqedoninë e Veriut. Si mund të konsiderohen raportet e dy shteteve? Po raportet mes dy shteteve janë të avancuara, kemi komunikim do të thotë të mirë në nivel politik, diplomatik, bashkëpunim shumë të avancuar ekonomik, tradicional. Kemi lidhje organike ndërshoqërore, domethënë siç ta unë kur e marr këtu e kam pa sa ka lidhje popullata shqiptare me Kosovën, do të thotë është shumë e thellë se sa që mund ta dinë shumë njerëz në Kosovë, sidomos gjeneratët e reja. Për shkak të jo vetëm lidhje martësore, por për shkak të faktorëve të ndryshëm. Sigurisht që në aspektin politik shtetëror ka hapësirë akoma më shumë për të avancuar. Ne kemi bërë disa hapa në këtë drejtim, do të thotë që ta konkretizojmë hala më shumë atë bashkëpunimin, jo dini që kemi provu prikën e përbashkët kufitare, e cila ka dhënë fryte. Për shembull, i nxorra statistikat në vitin 2024 dikun në gjitha pikat kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë Veriut kanë kaluar në të dy anët 5.5 milion qytetarë. Në vitin 2025, kur ne kemi provu dy pikat e përbashkëta kufitare, ky numër është rritur në 7.3 milion. Do të thotë kemi dikon rritje prej 35% të lëvizjeve. Për faktin se njerëzit nisin me premisën që ka më pak pritje dhe kanë më pak atë barën. Normal që akoma ka pritje, sidomos kur është fluksi shumë i madh, sepse është fluks i madh, ka pritje edhe në pagesë rrugore, të jemi të qartë, po është bën një punë megjithatë në drejtim sepse kemi lehtësuar qarkullimin e qytetarëve. Ajo që ne kemi prit, edhe këtu e kemi një farë edhe një nuk do të thëj frustrim, po është fakti që ende nuk e kemi të filluar do të nuk janë kry procedurat me një fjalë për nisin autostradës Shkup-Llaç. Do të ne kemi mbaru pjesën tonë që sa vite. Këtu ende janë kry procedura për të filluar puna. Edhe nëse shkon në Kosovë, shumë njerëz thonë janë vonu në Maqedoni të Veriut me krye autostradën, a nuk e dinë që kur s'ka filluar. Dhe kjo është një fatkeqësi. Unë e di që në përgjithësi këtu ka do të thotë vonesa infrastrukturore. Mirë po shumë e rëndësishme që ta bëjmë edhe këtë lidhje, sepse ne lidhemi me korridorin 8 që është në ndërtim dhe kundërta do të thotë botë edhe Eunaza, po jo vetëm do të thotë ka qarkullim më të madh. Ne jemi shumë të interesuar që të avancojmë aspektin e ndërtimit tëEkurullës, ne kemi Ekurullën tradicionale do të thotë nga ish sistemi që duhet rivitalizohet, interkoneksionin energjetik që duhet ta kemi edhe një shtesë nga ai që e kemi. Tunelin prezant Tetovi, i cili nuk po shkon sipas dinamika që ne do të donim, po s'poku ne do ta vendosim trasen deri te tuneli në pjesën tonë që presim një momentum që të bëhet do të një lëvizje pak më proaktive në këtë pjesë. Me një fjalë i kemi marrë të avancuar, kemi një nivel të komunikimit të avancuar diplomatik, politik, në disa dikastere do të thoja, ka bashkëpunim më të mirë. Në disa më pak. Për shembull vitet e fundit kemi një bashkëpunim të shtuar në nivelin e sigurisë, nivel policisë, ka një komunikim dhe kjo mendoj që është edhe ngritja graduale e mirëbesimit, sepse mirëbesimi është kyç në bashkëpunimin e sigurisë. Dhe pikërisht kjo fjala mirëbesim ndoshta edhe lidhet me gjithë të tjerën. A mendoni që qasja e shtetit të Maqedonisë ka ndryshuar ndaj Kosovës? Në çfarë kuptimi? Ka qenë shumë e vështirë me vite të tëra që
shqiptarët këtu, ne këtu, të shpjegojmë maqedonasve se çfarë në fakt ka ndodhur historikisht dhe shpesh dhe vlen kjo akoma, sepse përdoret edhe në dokumente zyrtare bota sërbe, ndikimi sërb, narracioni sërb ndaj maqedonasve ka diktuar mënyrën se si e kanë parë Kosovën. Ka ndryshuar kjo sipas jush? Sipas disa vlerësimeve të përgjithshme, zakonisht perceptimi i qytetarëve në përgjithësi ndaj shteteve shumë ngadalë ndryshon. Në përgjithësi po flas. Në rastin e popullatës maqedone, ne mendojmë që ky perceptim ka filluar të ndryshojë. Jo në ritmet që ne presim, po ka filluar të ndryshojë për shkak të rrethana ndryshme, edhe për faktin që këtë interaktivitetin që mundova me shpjegu, do të thotë nuk po vlen vetëm për shqiptar, po edhe për pjesën maqedone. Do të thotë kemi tash shumë maqedonë që për herë të parë shkojnë në Kosovë, do të thotë organizojnë autobus, thjesht dhe kjo thjesht e krijon një narrativë reale. Do të thotë që Kosova përveç është zhvilluar, edhe ne nuk shohim rrezik nga Kosova. E kishte imagjinuar këtu për shembull shumë njerëz shqiptar, po edhe jo vetëm, edhe të tjerë habiten, që si ka mundësi të vi ky moment që maqedonasit të shkojnë në Kosovë. Është për të habitur, duhet të habitet, duhet të shprehet kjo emocion habie? Po tash unë mendoj që s'ka nevojë më habit, sepse thjesht është punuar dhe është punuar në mënyrë sistematike, po mbi gjitha ne jemi në një pozicion që tash këtë do shta me thonë, se po bëj një shkputje këtu. Këtu ka qenë thjesht një ajo që quhet një pasiguri imagjinare, që neve na vjen rreziku nga ajo anë, që neve do të kemi probleme sepse frymëzimi ka nga Kosova. Nëse ka frymëzim nga Kosova, ka qenë kuptim në funksion të emancipimit, të jemi të qartë. E nëse ti emancipimin e sheh do të thotë si rrezik për pjesën tjetër, atëherë unë mendoj që problemi mund të jetë ndoshta me ty më shumë, se sa me ata që emancipohen. Kështu që në atë aspekt mendoj që këtu ka ndryshime graduale do të thënë këtë drejtim, po kjo edhe për shkak të bashkëpunimit institucional që po mundohemi me ndërtu, se a ka ndikim do të thotë narrativa sërbe, nuk ka dilem, ka pas gjithë, ka edhe tash. Edhe ajo fillon vjen ta ushqeket do të thotë faktin që Kosova është burim jo stabiliteti, absolutisht do të thotë Kosovës, Maqedonia e Veriut mundet vetëm ja pa hajrin në termat popullor, sepse ne nuk kemi qëllime destabilizuese, thjesht kemi qëllime zhvillimore, ndërveprime caktuara, po normalisht që ne kemi ndërveprime më të mëdha me popullatin shqiptar këtu për shkak të lidhjes organike që kemi. Kur jemi te shqiptarët, a do të kishit dashur që strukturat politike shqiptare të bëjnë më shumë presion për të kryer këto ndërmarrje infrastrukturore njerë, por edhe për të përafruar dy shtetet edhe më shumë, duke hequr këtë barrën e frikës. Pse e bëj këtë pyetje? Sepse shpesh qytetarët këtu e bëjnë presionin e madh, i thonë pse se keni ndërruar rrugën, pse se keni ndërtuar tunelin, pse se keni krijuar marrëdhëniet më shumë, po nga aspekti formal shtetëror do të kishit dashur që forcat politike shqiptare të bënin më shumë presion nga brenda, edhe për ta thyer para gjykimit, por edhe për të qenë konkret në ndërtimin e gjithë atyre projekteve të përbashkëta. Me ju thonë drejtën, tash kjo mund shihet pak që ne thjesht kemi parapëlqim, po ka presion, ka kem për këto, do të vazhdimisht. Tash dikun shprehet më shumë, dikun më pak, po në mënyrë strukturore ka angazhim edhe kem bashkëpunim që me i shty përpara. Edhe kjo me kufirin ishte pjesë e atij, ishte derivati i atij angazhimi. Po këtu duke pas parasysh që burokracia është shumë më e thellë se në Kosovë, atëherë përshtypja ime është që do të shkohet gradualisht. Do të thotë një temë, pastaj tjetra, sepse në momentin që hapen disa, pastaj përveç që ka bariera burokratike, ka edhe do të thotë potencialisht ndonjë imagjinat të tillë që mund që ka tentim të zhvillohet vetëm një drejtim. Ne jemi shumë të lumtur nëse thjesht zhvillohen në drejtime të tjera, sepse zhvillohemi edhe ne të gjitha, po ka angazhim se sa po arrin ai angazhim me u përkthy do të thotë në rezultate konkrete, është temë që mund diskutohet, por nuk vorret shumë për tyre. Do të thotë është një zhvillim i gjithëbashëm, seriozisht nëse shohim për shembull aspektin infrastrukturor, tash për shembull shumë pak ka pas investime në Maqedoni në kuptimin e infrastrukturës rrugore, por edhe hekurudore. Po unë mendoj që tash nëse kthehemi te rruga Shkop-Blaç,
tash po ka dhe presion edhe për nivele diplomatike, sepse ka delegacione që vijnë prej Kosovës tu, thonë qysh ka mundësi që ju nuk keni arrit me i kry këto, ku Kosova paska mbaru. Do të thotë mendoj që edhe ky aspekt do të ndihmon në funksion të atij avokimi i cili është i dobishëm për gjithë, pa dallim. A ndikon kjo dhe si ndikon, nëse mund të përgjigjesh zoti ambasador, fakti që vetëvendosja qeverisë në Kosovë dhe kemi përfaqësues të vetëvendosjes këtu, që është pjesë e shumicës qeverisëse. Kjo ndoshta edhe ka thyer mitet e mëdha të marrëdhënieve Kosovë-Maqedoni, Shkup-Prishtinë, sidomos mënyrën se si maqedonasit parashojnë Kosovën. Por edhe në terma praktik, kjo duhet përtej kësaj, përtej këtyre miteve dhe këto gjëra, duhet të kontribuojë në diçka më konkrete, më direkte, apo jo? Unë do të thoya që realisht kjo çështja e angazhimit në këtë drejtim ka qenë si pjesë edhe çështjes së strukturore për anës tonë, do të thotë që ne jemi më konkret në kërkesa edhe në shtyrjen përpara të agjendës bilaterale. Që agenda bilaterale mos jetë do të thotë vetëm në soza deklarative apo thjesht kryes detyra protokollare, po të shtyn konkretisht disa projekte. Unë nuk po them që më herët nuk është bë, atë jemi të qartë që ka pas tentime, ka pas edhe punë, po tash e kemi një situatë të re, e cila nuk është shumë e favorshme në shumë aspekte, por gjithsesi që ne mundohemi me i shty përpara këto, sepse e përdorim argumentin që përfitojnë të gjithë. Kemi bashkëpunim të mirë, ka bashkëpunim të mirë mes dy kryeministrave dhe kjo reflektohet edhe në aspekt të operacionalizimit të kësaj agjende bilaterale. Ja, edhe një pyetje këtu, sepse ma kanë thënë kolegë Maqedonas të cilët po i citoj, kanë thënë që do të ishte dikur e pa imagjinueshme të pranohej me aq lehtësi që një strukturë politike të ketë një përfaqësues politik këtu në Maqedoni. Ndërkohë kësaj radhe kjo u bë dhe disi nuk krijoi një turbulencë politike. Si e shikoni këtë moment? Përtej atij momenti që duhet të ndihmojë të dyja vendet sepse ka një lidhje direkte. Tash nuk kam përgjigje sepse me të vërtetë tash është përfaqësuesi i vetëvendosjes tu, i cili është deputet edhe është tetasi i Maqedonisë Veriut, jemi të qartë. Zoti Bekim Çoku, i cili bën një punë shumë mirë, do të thotë brenda grupit parlamentar aty, kemi bashkëpunim mirë me të edhe me gjithë tjerët, pa dallim, edhe me opozitën shqiptare. Do të thotë këtu ne nuk i shohim darazi, do të thotë, po normalisht që ne punojmë gjithmonë me ata që në shtet. Atë jemi të qartë. Tash kjo është edhe për shkak, besoj, të faktit që edhe perceptimi ka filluar të ndryshojë që e keqja nuk vjen nga Kosova. Edhe nuk është që ka ndryshuar shumë ky perceptim. Jemi të qartë, sepse në popullat ende vjen tjetër ajo edhe të disa shtresa të mbizotroj, po kjo është pjesë e asaj që shihet që ne nuk kemi pretendime do të thotë negative në dëm këtij shteti. Edhe kjo mund të jetë pjesë ose një ndër përgjigjet e asaj që nëse dëm përgjigje pak më konkrete. Edhe në fund shohim një val investimesh të Kosovës, të ndërmarrjeve kosovare këtu në Maqedoninë e Veriut. Si duhet interpretuar kjo? Përtej bizneseve dhe përfitimit të tyre, është një normalitet në rajon, apo? Është një normalitet, po unë nuk do të thoya që është ndonjë val, me të thënë drejtën. Dhe këtu jam kritik sepse kjo burokracia që është e vendosur, edhe që është përfaqur, sikur e zvoglon atë mësymin e biznesit, sepse natyrisht bizneset do të donin të investojnë aty kur më afër. E ka një do të thotë ka firmën prodhuese apo selin kryesore në Kosovë do të më ardhë në shtetin fqen për arsye logjistike. Këtu ka më shumë bariera burokratike, edhe neve na transmeton. Ka bariera sa për kthimit të TVSH-s, investimeve që i premtuan në fillim. Dhe gjitha këto do të thotë nominalisht paketa investimeve është shumë e mirë, nominalisht. Po në kuptimin e operacionalizimit të saj, marrjes së fryteve, ka shumë sfida. Dhe mendoj që ka qenë një moment caktuar një trend, po ky trend fatkeqësisht është zvoglu këto vite për shkak të këtyre barierave që janë. Barierave që vijnë si rezultati i burokracisë, inspeksioneve, sfidave të tjera që nuk po duhet tashmë i përmend, thjesht po që e ka bërë që mos kemi do të thotë një parapëlqim për investim këtu. Investimet tona më të mëdha rishtazi përtej Kosovës kanë shkuar në Shqipëri, edhe statistikisht, sepse thjesht supozohet që burokracia në këtë aspekt është më e vogël. Sado që problemet në Shqipëri janë të karakterit tjetër sa për këtë investimeve, aty s'do të hyj, se nuk kemi edhe i profilit,
Po këtu do të kemi një prezencë më të madhe në raport me të kaluar normalisht, po jo në nivelin që do të donim ta kemi. Edhe ja kur thoni që ka probleme lidhen me paragjykimin, lidhen politike apo lidhen me lobbying me të shteteve të tjera, të interesave të tjera? Do të thoja do të kombinimi të gjithave. Po dikun shpërfaqet më shumë një aspekt, dikun më pak. Më shumë do të thotë një farloj setupi burokracisë që është i vendosur, i cili është shumë i shprehur në raport me investimet e huaja. Partitë shqiptare nuk mund të ndihmojnë këtu më direkt, sepse do të ishte e natyrshme. Po do të mund të ndihmojnë normalisht, po tash varësisht se si pozicionohen, varësisht nga fuqia që kanë, zakonisht investimet tona këtu marrin përkraje të faktorit shqiptar, po kjo është më shumë përkraje dhe të sporadike. Aty këtu po neve na duhet edhe përkraja zakonisht për investimet tuaja duhet të jetë strukturore. Me që jemi në fund, shumë personalitete, individ tonë që shteti Kosovës, po edhe shteti Shqipërisë, po me që jemi te Kosova, nuk ndikon aq shumë kulturalisht për të sjellë më shumë artist, për të sjellë më shumë komunikime, që ndoshta ja dhe gjithë këto paragjykimet, barriera të bien edhe nga aspekti tjetër. Kanë të drejtë kritike që thonë që duhet të jetë Kosova në mënyrë më spontane, më lirshëm prezente në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Unë mendoj që kjo kritik pjesërisht është e bazuar, po nuk është për shkak vullnetit, është edhe për shkak kapacitetit, jemi të qartë. Do të thotë edhe nuk është që Kosova mund të projektoj në këtë fazë akoma kapacitetin më të madh, do të thotë. Një ndër aspektet që është bërë, për shembull është kjo opera, do të thotë e Kosovës që ka shfaqjen e Goca Kaçanikut, e që është një ndër aktivitetet në funksion të asaj kauze. Po kjo nuk do të thotë që më ndodh këtu. Thjesht tash unë për shkak që në Kosovë ka një pasurim më të madh të aktivitetit kulturore, tash nëse shteti do ta lehtësojë qarkullimin dhe nëse teatri i kukullave në Kosovë për fëmijë ka shumë shfaqje tash, që po ashtu që ka, atëherë mund shkojnë nga këtu se nuk është shumë larg. Thjesht nuk do të thotë që mund ta bëjmë, është mirë ta bëjmë edhe këtu, po edhe të promovohet më tepër. Tash është lehtësuar qarkullimi më shumë, ne besojmë, edhe po e shohim që ka më shumë prezencë dhe mund ta shfrytëzojnë. Po. Ambasador, në fund gëzuar pavarësia. Gëzuar juve. Këtu e përjetojnë dhe ne e përjetojmë të gjithë se është edhe një festë e jona. Kështu që gëzuar të gjithëve dhe faleminderit për këtë intervistë, që ndoshta të hoqja disa herë nga petku i diplomacisë, por nuk mund të ikim individualitetit apo dhe gjithë atij backgroundi që kemi, kështu që kjo lidhet pak edhe me ju ndoshta. Faleminderit shumë, Nazim, gjithmonë kënaqësi të jem të bashkëbisedoj me ty, edhe thjesht si ta edhe vetë gëzuar të na qof gjithë, sepse tash duhet ta ceki që pavarësia e Kosovës ka qenë produkt i komplet angazhimit shqiptarëve, jo vetëm brenda trevës Kosovës, por gjithandaj. E sidomos do të thoya shqiptarëve në Jugosllavi. Dhe shqiptarët maqedonik kanë dhënë shumë kontribut në faza kruciale të shndërtimit në Kosovë, dhe mendoj që kjo është me të vërtetë një festë e të gjithëve. Ne kemi pritjen tradicionale këtu që e shohim fytyrat njerëzve që vinë, që fatkeqësisht vetëm një pjesë vogël mund ta akomodojmë, që vinë me shumë vullnet dhe me shumë besim edhe krenari, do të thoya, për atë që po ndodh në Kosovë. Dhe këtë e them jo në dëm të shtetit këtu, po thjesht për shkak të lidhjes organike që ne që kemi. Ambasador Gjihaja, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim edhe këtë podcast, sigurisht do të vim sërish bashkë me një bisedë tjetër, me një temë tjetër, por deri atëherë, mirupafshim.